Të nderuar të pranishëm nga gjitha tre shqiptare, i nderuar kryetari i Komunës së Rikovës, zotri Erkan Arifi, të nderuar përfaqësues të subjekteve politike, sektorit civil, përfaqësues të mediumeve, i nderuar Këshilli Organizativ për ngritjen e këtij lapidari, me në krye prof Etem Xheladinin, veprimtar i palotshëm. I mbështetën nga humanisti i njohur zotri Nehat Xheladini dhe bashkëqytetarët e fshatit Tallashet. Më lejoni të ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj me rastin e këtij eventi në emër të familjarëve të martirëve dhe dëshmorit të kombit. Ku sot në vendin e ngjarjes ku ekzekutohen këta martir për të cilët u ngrit ky lapidar i prindërve gjyshërve tanë, me rastin e 75 vjetorit të rënies së tyre të ekzekutuar. Në 21 nëntor 1944, nga forca slava komuniste në mbretët e Adeut, sjellje të shumë patriotëve që i kanë shërbier Adeut ndër breza. Sot kur po përurojmë lapidarin e martirëve dhe dëshmorit të lartpërmendur nga ky fshat, në nderim të veprës heroike dhe sakrificës sublime të tyre për liri. Po ashtu po nderojmë të gjithë qytetarët të kësaj ane dhe të gjithë ata që me rezistencë luftuan dhe luftojnë për të drejtën tonë. Falenderim për të gjithë qytetarët, përfaqësues të institucioneve, sektorit civil, familjarëve të martirëve e dëshmorit të kombit, që sot u bën bashkë në kujtim e në nderim të martirëve e dëshmorit me rastin e ngritjes së këtij lapidari, që për gjeneratat e reja të këtij fshati, po dhe këtyre trojeve të Karadakut do të jetë një dëshmi si kala, që do të dëshmon sa të ekzistojë kjo botë. Shqiptarët nuk do të dorëzohen dhe do të jenë për jetë në tre sërgjyshore. Lavdi e përjetshme për të gjithë të rënat për liri, lavdi për gjithmonë. Falenderoj nxënësen e cila na tha shumë fjalë të mira. Ju e dini se kjo rrugë për të arritur nuk ka qenë rrugë e shtruar me lule, por rrugë e larë me gjak. Më lejoni që para jush të ftoj tani kryetarin e Komunës së Likovës, i cili ju ka përgjigjur gjithmonë pozitivisht ftesave të qytetarëve të kësaj komune, po ashtu ju përgjigj pozitivisht dhe ftesës për ndërtimin e këtij lapidari. Ftojmë kryetarin zotrin Erkan Arifi të merr fjalën. Të nderuar banor të fshatit Tallashet, të dashur nëna, e nderuar kryetari i Këshillit Komunal, të nderuar këshilltar komunal, drejtor të shkollave fillore dhe gjithë ju të pranishëm, fillimisht më lejoni që të përshëndes iniciatorët apo promotorët e këtij projekti, zotri Etemin dhe zotrin Nehatin, të cilët dhanë një kontribut të jashtëzakonshëm që ne gjithë bashkarisht të arrijmë deri në këtë pikë që ta lëshojmë në përdorim apo ta shpalosmi pllakën përkujtimore që është këtu para neve. Njëkohësisht dua të falenderoj Këshillin Komunal, të cilët aprovuan programën vjetore dhe sjellën vendimin që të ngritet pllaka përkujtimore për të gjithë martirët dhe dëshmorët e fshatit Tallashet dhe më gjerë. Sot do në thotë përurojmë pllakën përkujtimore, pllakën e cila është e larë me gjak, sepse ne si komunë jemi promotor të çështjes kombëtare. E kam fjalën për banorët e Komunës së Likovës. Dhe me këtë pllakë përkujtimore ne vetëm themelojmë apo vënojmë themelët e demokracisë, për arsye se në këtë vend, në këtë komunë është bosh një e padrejtë shekullore, ku është dashur të dedhet gjak, dhe këtë gjak më së miri e din familjet e martirëve, familjet e dëshmorëve, të cilët kanë kaluar në për etapa të ndryshme shekullore dhe dekadash. Këtu pra jemi që sot pllakën përkujtimore ta shpalosmi, por kjo pllakë përkujtimore ka dhe një aspekt strategjik, një mendim strategjik, për arsye se kemi rrugën regionale, e cila është bërë që lidh shtetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut me Republikën e Kosovës, ku shumë afër ditësh do të hapet edhe pika kufitare, e cila na lidh gjeografikisht, edhe pse biologikisht kemi qenë të lidhur, shpirtërisht kemi qenë të lidhur, besoj dhe jam i vetëdijshëm që kjo pllakë përkujtimore vetëm do të na banë më krenar si komunë dhe si banor të fshatit Tallashet. Por mos më lodh më shumë, na qoftë urime pllaka përkujtimore dhe inshallah e shfrytëzojmë për të mira, për aktivitetet tona historike dhe